Ishte një profesor i cili në fakt lexoj një komunikim, nuk dihet në fakt autenticiteti dhe nga është shkëputur ky komunikimi një arkitekti holandez me kryeministrin Edi Rama. Edhe po tiki do japi llogari 1-1 për çfarë ka bërë. Okej? 27 ditë dinjitet, 27 ditë shpresë, 27 ditë dashuri për Shqipërinë. Sot bëhet dita 27. 27 ditë që çdo mëngjes, çdo mbrëmje, ne vim, kalojmë, jetojmë me zemër dhe jemi po këtu me shpresën që Edvin Rama jo vetëm që do japi dorëheqje, po dhe gjithë qeveria e tij e korruptuar. 27 ditë të dashur qytetar, të dashur motra dhe vëllezër, që i kemi treguar Shqipërisë dhe gjithë shqiptarisë se ende ka qytetarë që e duan këtë tokë më shumë se interesin personal, nga zemra. Faleminderit secilit për jush. Faleminderit gjyshërve që ecin me bastun, por nuk e lën flamurin nga dora. Faleminderit edhe këtij shokut tim këtu, që vjen çdo ditë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit nënave që mbajnë në zemër dhimbjen e fëmijëve të larguar. Faleminderit baballarëve që ende besojnë se Shqipëria mund të bëhet vendi ku fëmijët e tyre do të ndërtojnë jetën. Faleminderit të rinjve që nuk pranojnë të jetojnë pa shpresë. Faleminderit e diasporës që edhe lart vazhdon ta mbajë Shqipërinë në zemër. Ju nuk sillni vetëm praninë tuaj, ju sillni shpresë. Ju nuk sillni vetëm zërin tuaj, ju sillni dinjitet. Ju nuk mbushni vetëm një shesh. Ju zbukuroni Shqipërinë me qytetarinë tuaj. Çdo flamur që valvitet në duart tuaja e bën të vend edhe më të bukur. Rrof Shqipëria e shqiptarëve. Çdo buzëqeshje, çdo përqafim, çdo këngë patriotike, çdo hap që bën drejt protestës, i kujtojmë botës, Bashkimit Evropian, Amerikës dhe çdo lloj vendi se ky popull nuk ka humbur shpirtin. Sa më shumë bashkohemi, aq më e fortë bëhet shpresa. Sa më shumë bashkohemi, aq më i fortë bëhet zëri qytetar. Sepse fitoria vërtet nuk është fitoria një partie mbi një parti tjetër. Fitoria vërtet është fitoria e sovranit mbi përçarjen. Ne jemi populli shqiptar, ne jemi sovran mbi tokën tonë. Fitoria vërtet është fitoria e sovranit. Është fitoria e qytetarit që ngre zërin me dinjitet. Është fitoria e ligjit mbi arbitraritetin. Është fitoria e shpresës mbi dëshpërimin. Është fitoria e Shqipërisë mbi çdo interes të ngushtë politik. Të dashur shqiptar, vëllezër dhe motra, mos e ndërgjegjsoni kur forcën e pranisë suaj. Historia nuk ndryshon vetëm nga ata që mbajnë poste. Historia ndryshon edhe nga njerëzit e zakonshëm që vendosin të mos rrinë indiferent. Ndoshta një ditë fëmijët dhe niprit tanë do na pyesin: çfarë bëre ti kur Shqipëria kishte nevojë për qytetarët e saj? Dhe ju mund të përgjigjeni me kokën lart dhe me dinjitet. Unë isha këtu, unë isha këtu, unë isha këtu. Isha këtu me flamurin kuqezi, isha këtu me zemrën plot dashuri, isha këtu sepse nuk e humba besimin, isha këtu sepse Shqipëria meriton më shumë. Le të mbajmë gjallë të shpresë, le të mbajmë gjallë këtë bashkim, dhe le t'i tregojmë njëri tjetrit se nuk jemi vetëm, sepse kur zemrat bashkohen për një ideal, asnjë pengesë nuk është më e madhe se vullneti i një populli të bashkuar. Edhe e fundit, ju nuk jeni thjesht protestues, ju jeni ndërgjegja e gjallë e këtij kombi shqiptar. Me përulësi dhe me mirënjohje ju falenderojmë për çdo ditë, për çdo hap, për çdo sakrificë. Kombi mbi pushtetin, Shqipëria mbi partit, rroft popullin shqiptar, sot e gjithmonë.